Allahu Gjellëshanu po na urdhron në shumë ajete kuranore që të bëjmë bamirësi. Për atë arsye kemi ajetin kuranor ku Allahu Gjellëshanu thotë estegu billahi në surën Zilzal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Në qoftë se edhe sa një grimcë e vogël bëni mirë, ato do ta gjeni. Në qoftë se sa një grimcë e vogël do të bëni keq, edhe ato do ta gjeni. Për atë arsye, ne shumë herë ndalemi dhe mendojmë, unë jam të i bo mirë, po ma kthen me të keq. Absolutisht mos mendohet njëri kështu. Nuk i hupet. E mira asnjëherë nuk hupet. E mira shpërblehet gjithmonë 10 fish. Dërsa zullumçari, le të mendoj për zullumin e tij. Tash ndalemi tek e para. Ai që bën hajër, që bën mirë, ai le të shpreson në shpërblimin 10 fish. Sepse është një fjalë popullore, gjuje të mirën deti. Në qoftë se nuk e din insani, peshku, e din Allahu. Për atë arsye, nisen duhet ta dim, ne ta bëjmë të mirën tonë. Shpërblimi është tek Allahu Gjellëshanu. Dhe nuk ka nevojë ta bëjmë ta nënvlerësojmë të mirën tonë duke e përmendur. Hej, unë kam bë mirë, unë kam bë mirë, unë kam bë mirë. Allahu Gjellëshanu edhe qëllimin tonë e din, niyetin tonë pra, edhe veprimin tonë. Kur kthehemi te zullumçari, me ya'mel mithqala khayran yara, wa man ya'mel mithqala dharratin sharran yara. Edhe sa një grimcë e vogël, nëse dikush diku i bën dëm, Allahu Gjellëshanuhu e ka parasysh. Po që e mira po shpërblet 10 fish, e keqja 1 me 1. Por e keqja e zullumçarit në forma tjera, zullumçarin do ta gjejë një ditë. Sepse Allahu Gjellëshanu për vete thot, Wallahu azizun dhuntikam. Intikami Allahu Gjellëshanu është shumë i rrept, shumë i ashpërt. Për atë arsye, qofshim nga ata cilët vrapojmë nga mira dhe bëjmë mirësi dhe mos të harrojmë çdo hap që e bëjmë shkruhet në veprat tona si punë e bërë për mirësi.